2 ditë më parë, Brikena Selmani kishte të ftuarin më të veçantë në Top Arena, partnerin e saj, Mateon. Ky i fundit është vënë përballë pyetjeve pikante dhe nuk ka nguruar që të tregojë detaje nga historia e tyre. I pyetur se kush është me xhelozi, Mateo u shpreh se ai e ka pranuar që brenda shtëpisë së Bigut se është xheloz dhe nuk e ndryshon dot. Pyetja më pikante që i bëri Brikena ishte nëse ka dashur ndonjë vajzë më shumë se atë dhe Mateo u përgjigj që jo. Ai tha, unë mbahem për personi drejt për drejt, ashtu si dhe për xheloz, këtë e kam thënë edhe në Big. Për një njeri që dua, do bëhem xheloz dhe këtë gjë nuk e ndryshoj dot kurrë në karakterin tim. Mund ta zbus, mund ta përmbaj veten, por jo ta eliminoj. Po mos të isha xheloz, nuk të dua. Brikena tha, unë mendoj se ti je një nga meshkujt më ideal për çdo vajzë dhe unë jam shumë e lumtur që të kam gjetur ty, se për mua je mashkulli im ideal. Ai u pyet, a ke dashur ndonjëherë ndonjë vajzë më shumë se mua? Mateo tha, jo, nuk kam dashur asnjë femër sa ty dhe këtë e kam kuptuar në momentin që kam shkelur shumë gjëra të vetes sime që nuk kam menduar se do i shkelja kurrë për një partnere. Dhe ajo e vetmja je ti, sikur më ke bërë magji. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.